Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetemi si çdo ditë duke dëshiruar më të mirën për secilin prej jush. Mbarsi në çdo hap që hidhni. E me këtë urim do ta nisja edhe bisedën sot, e cila fokusohet në një veprimtari që nis për herë të parë në Shkodër, por që traditën e ka ku mbështetet. Bëhet fjalë për edicionin e parë të festivalit të këngës popullore të titulluar Pranver me Këngë. Në studio së bashku me mua është dirigjenti i orkestrës së teatrit Migjeni, drejtori artistik i festivalit Ilir Zoga. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur Ilir. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Ju falenderoj. Është kënaqësi gjithmonë kur ju ftoj në studio, sepse ju vini gjithmonë me informacione, me veprimtari, me një hap tjetër, me një stad tjetër të organizimit dhe realizimit të veprimtarive të bukura. Është e vërtetë që jeta artistike pranë institucionit tonë teatrit Migjeni këto kohë ka pas mund ta quaj pa frikë një lulëzim, me të thënë drejtën, me këto edhe me aktivitetet tona të brendshme, por edhe me këto organizimet paksa ma si thush më të hapuna për gjithë qytetin, jo vetëm për qytetin, por për me nxënës të shkollave të mesme. Kështu që e them me plot gojë që ka pas një lëvizje të dukshme jeta artistike brenda institucionit, brenda teatrit. Në fakt më bën përshtypje sepse siç e thash edhe më herët në transmetimin në radio, gjithmonë kur flitet për edicione, flitet me shifra, numra, i 60, i 15, i 20 etj. Është edicioni i parë i Pranver me Këngë, një festival që fillon pas pak ditësh në skenën e teatrit Migjeni. Kur mendojmë këngën popullore, mendojmë traditën, hershmërinë, emra, kompozitor, këngëtar të mrekullueshëm. Si lindi kjo ide për të krijuar një festival që i drejtohet muzikës popullore, këngës popullore? Të jemi korrekt edhe të sinqert, ishte një iniciativë e drejtoreshës bashkë me ish-kryetarin e bashkisë zonjën Voltana Ademi, që të hapnin të edicion një festival të këngës popullore, qytetare, specifik, që me të vërtet ka vite që edhe unë personalisht, por edhe shumë kusht tjetër pretendon që të hapet edhe kemi bërë një punë të jashtëzakonshme që të shkojmë drejt kësaj dite. Për qytetin tonë është, nuk mund të them një vlerë më shumë se e pa diskutueshme një vlerë më shumë, por është një vlerë në vazhdimsinë e traditës tonë të këtij qyteti, që me të vërtetë ka një traditë shumë të admirueshme dhe shumë të lakmueshme nga çdo lloj qytetit apo nga çdo lloj treve tjetër ku jetojnë shqiptar. Ka pra një thesar, një gjevahir ndor rujtjen e këngës, rujtjen me fanatizëm, mund të them, të këngës qytetare shkodrane. Duke pas parasysh se kënga qytetare shkodrane mbart në veten e saj vlera të jashtëzakonshme. Ne kemi pakte në çdo lloj aktiviteti që kemi bërë jashtë qytetit, flas edhe në përrethë, por edhe jashtë vendit, qoftë në Kosovë, qoftë në gjithë trevat ku jetojnë shqiptar, kënga popullore shkodrane sinqerisht zën një vend shumë të veçantë, pëlqejet jashtëzakonisht, edhe mund ta them me bindje të plotë që knohet në çdo cep ku ka shqiptar. Mirë, po kjo është një vlerë pa diskutueshme e kësaj. Po shumë përgjegjësi të marrësh përsipër të krijosh një institucion, siç është tashmë festivali, ku këto vlera të rimerren, të çohen më tej me tingëllime të bukura të traditës, por edhe të së sotmes, apo jo? Është shumë e vërtetë, atë desha me vazhdu që mi gjitha është një përgjegjësi e gjithë secilit prej nesh, që jemi pjesëmarrës dhe që po ndërtojmë te festival, është një përgjegjësi goxha e madhe
që është qysh në embrion, qysh në përzgjedhjen, qysh në prurjen e këngëve, nga gjithë secili është një përgjithësi e madhe që të binë materiale sa më denja dhe të ketë një vazhdimsi që të shkojnë drejt një realizimit, pra shkojnë drejt përfundimit, drejt datave të fundit, pra drejt finales, të shkojnë me gjana sa më të sakta. Për një arsye që të rrujmë sa më mirë, sa më sakt, sa më pastër këtë traditë që na ka ardhur në ditët e sotme. Kështu që përgjegjësia shumë e madhe, njëkohësisht edhe impenjimi i jon qysh në ditën e parë të provave, qysh në fillim edhe impenjimi jon është jashtëzakonisht i madh që na të bëjmë më të mirën e mundshme për realizimin e aq më tepër që është edicioni i parë i këngës popullore qytetare i këtij festivali. Kam përshtypjen se nuk bëni dhe nuk keni kompromis me cilësinë e krijimtarisë, në kuptimin që të merrni më të mirën atë krijimtari që vërtet i përket këngës popullore shkodrane. Personalisht, por edhe në planin tjetër, unë kam një falënderim për gjithë ato që kanë marrë iniciativen me kriju këngë për qytetin e tyne, pavarësisht se kënga është pjesë e festivalit apo sa është kontributi tyne, fillon qysh aty edhe është për t'u falënderu edhe për t'u përgëzu, është ba një përzgjedhje e këngëve, kuptohet në një format serios, është ba që të përzgjedhen ato këngë, janë të përzgjedhuna 13 këngë që do t'jenë konkurrente ose që do të knohen 2 netet e festivalit. 2 netet e festivalit janë datat 20 edhe 21, dita Dile dhe dita Hane. Përkon me ato ditën... Ashtë lanë data 21 që tjetë për kufizimi se konsiderohet dita pranverës. Dhe vetë emri pranverë me këngë, shpresojmë që ky festival tjetë edhe në vite gjithmonë pranverë. Si që në pranverë gjithçka lulëzon, gjithçka rinis, gjithçka si thush ringjallët, edhe ky tjetë çdo vit edhe ma mirë. Desha të di diçka sepse kënga popullore shkodrane ka shumë alegori në konceptimin edhe të tekstit, por një figuracion shumë të bukur dhe karakteristik në tingëllimin muzikor. Si janë ruajtur pikërisht këto elemente në krijimtarinë e re? Mendoj duke i pasur në dorë materialet, pra flas në sensin profesional, duke i pasur në dorë, duke i kalu për ditë në prova, duke u marrë edhe me kantar, duke ndëgjuar edhe tekstet e këngëve, shpresoj që të kena përurje të mira, dhe besoj shumë që kena përurje të mira, qoftë në anën në aspektin e kompozimit, e melodisë, qoftë edhe në aspektin e teksteve, shoh që kena edhe melodi shumë të këndshme, shumë të mira, shoh që kena edhe tekste me të vërtet të spikatuna, që e ruajnë traditën, tekstet që i knojnë dashnis, që i knojnë vajzë, që i knojnë lules, që i knojnë pra tekste mi traditën, mi bazën e këngës qytetare të trashëguara. Mi atë delikatesë shumë të bukur që zbukuron kemi një ndërthurje ritmesh popullore, që edhe kjo është element i mirë. Vlen për t'u theksuar shumë që ka pas dëshirë edhe jo nga ne që jetojmë Shkodër, por kena edhe miq. Kena një këngë prume nga Kosova, një këngë prume nga Tirana, nuk po përmendni kompozitor shkodran që jetojnë në Tiranë, se këto i konsiderojmë tonë, por kemi edhe autor tjerë që kanë shkruar për këtë festival, dhe më vjen mirë që është një gamë e hapur, një vizion i hapur. Kjo është ta shohësh me një hapësinë shumë të madhe, kur dikush krijon mbi motivet shkodrane, mbi intonacionet, mbi figuracionin shumë të bukur që paraqet vërtet krijimtaria që lidhet me këngën popullore. Në fakt, po ta marrim në traditë, kënga popullore shkodrane ka disa tipe. Kënga jare, kënga me duet, strof, refren, këngë të shtregullave, si që janë quajtur këngë valle, ku pak a shumë ku qëndron krijimtaria në këto tipe këngësh në këtë festival? E theksova, e them prap që është e larmishme. Janë prek ritmet tipike të
këngës qytetare, kena dhe këngën qytetare mund ta quaj si balad, por gjithmonë me ritmet tona të mira, me ritmet e dashura të këngës qytetare, kena këngë të gëzueshme, nuk është prek sensi i Jares, por është prek, si thush, në sensin e këngës të kultivume nga këto zanat lirik që të çojnë drejt asaj rrymë prap. Pra, gjithsesi, duke u nisur nga tradita dhe duke u mbështetur në evoluimin çdo gjëja. Natyrisht, kur del në skenë është orkestra dhe këngëtari, gjithë ajo punë është brenda tyre. Ajo punë qoftë me krimtarin, qoftë me përgatitjen, qoftë me provat e tjera. Le të flasim për këto dy elementë shumë të rëndësishëm të interpretimit, orkestran dhe këngëtarin. Natyrisht e keni konceptuar si një orkestër karakteristike apo një orkestër që ka elemente të bashkohor, qoftë në orkestrimin që ja bë këngëve, por edhe në realizimin e tyre. Duke u mbështet me që ishte festivali i këngës popullore, kryesisht ashtruit formati i një orkestret të tillë që mulon këto lloj këngësh, të këngës popullore. Janë rujt instrumenti i violinës, i flautit, i klarinetës, shpeshherë që ndryshojnë i saksit, por njëkohësisht janë rujt edhe elementat e kohës, bateria, e kena gëshëtuar me perkusionin, dy kitarra bas dhe kitarra elektrike, po që shpeshherë është kitarra akustike, se të tillë don kënga. Kështu që fizarmonika është një sintezator që mlon elementet e tungjit, elementet e këtyne harmonike. Pra besoj që për momentin dëshira ishte që t'ishte formacioni pak më i zgjerum, por gjithmonë duke pas parasysh se ky është edicioni i parë dhe mund të ketë edhe paksa problematikat në ndërtimin e kësaj, por kemi punuar me maksimumin e mundësive të këtij lloj edicioni të parë, që të shkojmë drejt një përkufizimi ose përfundimi sa më të saktë, qoftë në formacion, qoftë në elementet të orkestrimit, që të vinë sa më të spikatën dhe sa më të tingëllueshme këto këngë. Ne pak më herët të folëm për krimtarin, madje do ta shikoja atë si një farm i jashtëzakonshëm frymëzimi për interpretimin. Ndërkohë që nuk mund të lë pa përmend shumë autor të këngës më herët, të këngës popullore shkodrane, që e kanë vullos vendin e tyre pikërisht në këtë kopsht të lullëzum të muzikës popullore. Shumë prej tyre kanë humb autorsinë, sepse kaq shumë këndohen sa që ndoshta janë batë të gjithëve, duke i dhënë autorsinë një këngëtarit apo një tjetrit. Përpjekje të tilla ka pas vazhdimisht në krijimin dhe ka, por të krijosh një festival të tillë do thotë t'i japësh spektatorit një tufë të lullëzuar, një boqet. Si është parë në interpretimin e këngëtarëve pikërisht kjo krijimtari? Ky lloj formatit gjithmonë mua ka pëlqyer që është i tillë, që shkojnë gjitha komponentët shkojnë paralel me njëra tjetrën. Pra nuk është se vlerësohet thjesht këngëtari, edhe siç jena mësuar që kënga filan këngëtar. Jo, kënga ka një autor që e krijon. Dhe unë personalisht i kam mshu gjithmonë, jo vetëm të kjo, por edhe të edicionet e Lule Borzi, kam mshu kësaj që
tjetë formati i gjithë sekujt, vlera gjithë secilit tjetë. Pra Kontributi vlerësohet kompozitori, vlerësohet autori i tekstit, jo vetëm të vlerësohet, por të ketë në vendin e tyne, edhe kështu është edhe ky format, që kompozitori në bashkëpunim me krijuesin e tekstit, në bazë të krijimtarisë së tyre të mendimit të profesional gjithë secili, zgjell këngëtarin që i do t'i këndojnë këngën. Dhe normalisht sepse ndoshta për atë e mendon. Absolutisht. Normalisht qysh këtu fillon ajo që këngëtari normalisht duhet nihet mirë, edhe nihet mirë. Nihet mirë sa është i përzgjedhur edhe është kriju një material për atë këngëtar. Mund të them se mund ta këndojnë edhe tjetër kush, por të paktën nga kompozitori e ka menduar që ky këngëtar duhet ta këndojnë këngën time. Mu kjo më pëlqen, ky bashkëpunim qysh në mbrejon, qysh në fillim. Më pëlqen se shpresoj që ky është edhe një si thush një qurje në vend e idesë, e përqimit sa më të mirë, realizimit, përqimit sa më të mirë të realizimit kësaj ide, fillu nga kompozitori, por që kristalizohet me gjitha elementet. Besoj që është një bashkëpunim shumë i mirë edhe duhet jetë kështu, pavarësisht se ne e kena kështu, po duhet jetë jo vetëm te festivalet që organizohen këtu, por edhe në festivalet e tjera. Nuk më pëlqen fakti që dëgjojmë disa edicione, disa festivale që unë personalisht kam shumë dëshirë ta di kush e ka bë këngën, kush e ka bë orkestracionin, kush e ka ashtu. Nuk e di kush e ka bë. Mirë, po jo vetëm për mua, por ndoshta kam gabim, po në këtë lloj paraqitjes kur humben autorësia e shumë njerëzve që kanë kontribuar për këngën, duket sikur kënga është mall, nuk është ma ai krijimi i veshur me individualitetin, me përgjegjësinë që ka secili. Kur thuhet emri kjo këngë, duket se përfaqëson pra një portret krijuesi, por edhe një përgjegjësi të tij. Mbase unë e shoh me synin e një profesionisti, po e shpjegoj me dy fjalë, mbase një orkestracion që mblen mbresa shumë të mëdha, qoftë orkestracioni apo qoftë krijimi, e unë nuk e di kush e ka kriju, nuk prezantohet në një event të tillë, kush është autori i krijuar, kush është ashtu, unë duket sikur autorët janë në kërkim. E vërtet. Edhe më shefen. Pse duhet më shefet autori? Sa herë ne kur këndojmë këngën, përpiqemi të bëjmë edhe disa nota të orkestrimit, të orkestracionit, gjë që bashkangjitet bukur me këngën, prandaj të gjithë janë autor të këngës. Kështu që nuk besoj se i dol me temës, por kjo është e rëndësishme që në festivalin që ne organizojmë, jo vetëm që i prezantohen, por shkojnë në vend vlerat e gjithë secilit, nga krijuesi, orkestruesi, realizuesit, këngëtari, absolutisht një këngë pa qoftë edhe pa njënin element këtyre nuk mund të marrin formë. Pra gjithë secili ka detajin e vet që e bën këngën. Në Shkodër ka këngëtar të rinj, ka dhe ato që kanë përvojë. Në fakt, si qëndron raporti i pjesëmarrjes në të festival? Interesant është edhe fakti qysh nga krijuesat që kena emra, kemi emra goxha të mirë mran. Duhet ta përmendni që unë kisha dashur të ishin edhe emra të tjerë që na mungojnë. Megjithatë, po flasim aktualisht që kena emra mran, por gërshetimi i këtyne emrave të mëdhej të muzikës gërshetot edhe me në emër të ri, që mu vjen mirë, që ka dhe në emër të ri, që ka sjell këngë. Du me përmend një si tush një profesor tonin, që e njohim gjithë, por ndoshta po e veçoj se ka bë përshtypje edhe dëshira e tij për ta pru ai interesi biles edhe më përpara. Halit Shpuza, që në bashkëpunim me mesën e tij, autoren e teksteve, Rozafen, Shpuza kanë sjellë një këngë bukur. E përmenda këtë emën, mos më keq kuptojnë tjerë që nuk i përmendi, se për mua është një risi, një kënaqësi që ky profesor që mbart ato vlerat e veta në vite, sjell një këngë me dashninë e tij për këngën, për qytetin, për kështu. Pra, këtë nuk e rreshtoj të trit, se profesori ka kontributin e vet, por desha më thënë që më pëlqejnë këto gërshetime që
që i sjellin edhe njërisi çdo lloj edicioni, çdo lloj festivali, çdo lloj aktivitetit, kemi emra të ri, më pëlqen edhe te këngëtarët, kemi zana shumë të njoftun të skenës, por kena edhe zana të ri, bile si vjet kemi një vajzë shumë të re, 15 vjeçare, që i merr përsipër me kënu një këngë, me zanin e saj lirik shumë e talentume, kështu që këto janë elementa që jo vetëm që e freskojnë, edhe bine në ngjyrat ndryshme në festival, por për mu janë edhe shumë shpresdhënëse. Të vazhdimit në gjitha komponentat të vazhdimit një trashëgimis mjaft të denjë, mjaft mirë. Si do ndiqet nga salla festivali, spektatori që vjen, çfarë do të shohin në skenë? Një orkestër, një skenografi të veçantë, një prezantim që lidhet natyrisht me emra, por edhe me mënyrën se si e servir dhe e afron krijimtarin afër spektatorit. Interesant është që festivali edhe në këto komponentët, si thosh të prezantimit dhe të këtyre ka edhe këtu ka elemente dhe ka emra mjaft të njohun, por që për këtë lloj aktivitetit, si thosh, janë një kontribut i ri, si thosh. Regjia është Jozef Shiroka, që ishte në studion tonë, më vjen mirë aktivizimi shumë. Këtë thash, ato janë emra shumë të njoftun edhe me kontributet e tyre, por më vjen mirë që janë pjesë e këtij edicioni edhe jam i sigurt që do të napin frymën e tyre, do të napin Jozef, suksese. Skenografin, Divni Gushta, më pëlqen se na bin risi. Një artist i ri, por që me skenografi fusi një frym me të vërtet rinore, pranveret, kuptoj. Edhe moderimi, pra prezantimi nga 3 aktorët, mund t'i quaj 2 të ri që ishin pjesë e stradës e kaluar, të premierës e kaluar, Fricin që ne kemi, Fritz Selmanin, prezantimi, Aleksandr Prenga, suksese, dhe Lucy Bregu, këto do t'jenë prezantuesat e festivalit, jo vetëm prezantuesat, se këto do të na majnë edhe me batutat e tyre, me ato risit e tyre që kanë menu për majtjen, peshen majtjes prezantimit. Skenarin e ka shkruar? Për skenarin po merret Jozefi në bashkëpunim me këto. Pra është një bashkëpunim, sa gja bukur. Është diçka që ta ndjejnë ata, se si mund ta prezantojnë. Mirë, 2 net që për nga krijimtaria do të jenë të njëjta, do të jenë të njëjta. Dhe kjo natyrisht bëhet për lançimin sa më të mirë të këngës dhe për të mbërritë ajo finale ku ja jepen çmimet. Keni aktivizuar një juri profesionale patjetër? Është menduar që do të jetë një juri profesionale, njohës të mirë të jo vetëm muzikanta, apo persona të njoftun, autor të ndryshëm, por t'jenë edhe njohës të mirë të këtij zhanri muzikor. Kështu që vlerësimet jenë sa më të sakta, t'jenë të natyrshme dhe të vinë krejt këndshëm. Por në vetvete, pavarësisht se emërtimi festival mbart edhe pjesën e juris, pjesën e çmimeve, unë në vetvete këtë festival e vlerësoj ndoshta pak më shumë se sa vetëm thjesht një çmim. Çdo këngë ka çmimin e vet. Brenda këtij festivalit, edhe ajo këngë që mase, siç e thash edhe në fillim, përderisa është për zgjell të jetë mran, ajo ka çmimin me vete çdo këngë. Kështu që pavarësisht çmimeve që do të merren, kuptohet janë shumë të rëndësishme, se është vlerësimi i anës profesionale, i shumë gjaneve kur shkon deri te çmimi, por në vetvete çdo këngë barta çmimin e vet. Në fundit është edhe një çmim shumë i veçantë, që jo vetëm festival, po çdo aktivitet e ka, është edhe çmimi i publikut.
një këngë që vlerëson publiku ose që met bukur te publiku. Pra do ketë edhe çmimin e publikut. Jo, unë nuk e mendoj se do të jetë, por thash është edhe çmimi nga ana figurative. Ajo këngë që merr çmimin e publikut, ajo gëzon një çmim veçantë. Pikërisht këtu dosha me dalë që ajo këngë që merr vlerësimin e publikut ose që ngel në veshin e publikut mund të jetë 2-3, mund të jetë 5. Ato janë çmimet reale edhe të vërteta se në fundit ky është qëllimi. Vazhdimësia që këngat mesin gojën e popullit të punohen për një kohë shumë. Si mund ta ndjekin spektatori? Do mbushet salla më në fund plot? Do më thënë, nuk ka ndonjë barierë, po punoni për hap sa më shumë këtë informacion që spektatori mund vinë, patjetër që ka interes. Po, duhet pyetur Astrid Fanin në këtë moment. E përshëndesim, besoj se është shumë aktiv. Jo, absolutisht shumë aktiv. Biles Astridi ka kanë gjithmonë, siç është gjithmonë, një hap para dhe bile ka pak ditë që na lënë më të lutem se mi lajmëroj gjithë që un kam filluar me shit biletat, po prit herë. Se më befasove kaq shpejt më ditë. Mirë, pra është gjithmonë një hap para. Kuptohet, ka filluar edhe shitja biletave pranë teatrit. Interesimi nuk është i vogël. Ka njerëz që na pyesin kur bëhet aktiviteti, kanë dalë këto në rrjetet sociale, këto lajmërimet për këto. Gjithsecili ka ekspozuar në profilet e veta këto këtë reklamën e festivalit, kështu që shpresoj që interesimi të jetë i madh aq më tepër kur bëhet fjalë për këngën popullore qytetare. Pra, jemi aty ku, si thua, puna vlon dhe emocionet gjithmonë derdhen në skenë. Vetëm suksese. Ashtu siç ju dini t'i dhuroni spektatorit këngë të bukura, interpretime, përkushtim shumë që keni në punë, por edhe atë pasion e zjarrt të pashuar për të realizuar gjëra të bukura. Ilir, të falenderoj shumë që ishit sot prezent në studio, por edhe për atë aktivitet që sa herë ndjekim, edhe në qoftë se nuk jemi aty në sallë, e ndjekim nga radio, televizioni, rrjetet sociale e tjerë, keni duar trokitje pafund. Respekt shumë i madh për ju dhe gjithë ekipin tuaj. Suksese shumë. Suksese festivalit Pranver me Këngë, edicionit të parë, i cili hap si parë në datat 20 dhe 21 mars në skenën e Teatrit Migjeni. Vetëm suksese. Faleminderit. Faleminderit juve edhe sinqerisht ju falenderoj me zemër se jeni gjithmonë promotor i ekspozimit e gjitha aktiviteteve tonë. Ju falenderoj ju. Faleminderit.